Vjojnë aksionet antikanabis në zonën e Pukës, në pyetje të cilës çdo ditë zgjesohen bimë narkotike. Gjatë operacionit të fundit ku morën pjesë 10 forca policore, mësohet se në masivin pyjor të Munellës, pikërisht në vendin e njohur si Musht, janë arrestuar 2 kultivues të armatosur. Sipas policisë, arrestimi i Arjan Nikollit 30 vjeç dhe Eqani Hamzait 38 vjeç u bë teksa ata punonin në një parcel ku ishin të kultivuara rreth 400 rrojnë kanabis sativa. Policia e Pukës e ndihmuar dhe nga forcat operacionale të Shkodrës ju ka gjetur kultivuesve dhe një armë automatik me 2 kryer fishek, ndërkohë që u bllokua një mjet Land Rover me të cilin ata udhtonin nga Tirana drejt masivit pyjor të Munellës. Burime nga policia bëjnë të ditur se një ditë më parë në masivin pyjor të Munellës, krahas parcelës ku arrestuan kultivuesit Nikolli e Hamzaj, ishin zbuluar dhe parcela të tjera me mijëra rrojnë kanabis sativa. Ndërkohë bëhet e ditur se operacione antidrogë janë zhvilluar edhe në afërsi të fshatrave Lumbardh, Ballë e Qelës. Policia e Pukës prej më se një muaj vijon aksionet antikanabis, ndërsa zgjesohen mijëra rrojnë me kanabis në masive pyjore të ndryshme të zonës veriore.